edhe I kom pas fëmirin, shumë të bukur, ama ju o kanë edhe pak ma vështirë, se vetë po, që u kanë koha atëhere, ama do këtë prindë mi krejt kanë borë, që ka kanë mujtë edhe krejt, kur s'ma kanë jep një ndjenje që s'kom pas diqka, edhe se na I kena pas një fas që s'kena pas, një herën fillim shumë pare, se është krejt me përkrak në Kosovë, ata që ju kanë se vetë luftës, është me këtyne pare, edhe tani s'ka me shumë për neve, ama tash I kanë ndreq mami e babi punët, edhe ama kur s'ma kanë jep të qysh qatë ndjenje që s'kena pas një herë, edhe se jena rrit me qështë shumë dashni që... Pas keni qenë familje humane, I keni ndihmu njerëzve në nevojë, e së në mos në atë ku të luftës. Ishte dhe vazhdon të jetë muzika frymëzimi I saj, nga tingujt e pianos e deri te këngët më sfiduese të artistëve të huaj, të cilët po I zotron shumë mirë. Fëmijë gjithë kom knu edhe kom këtësy, e tani me 5 vjetë, kom gëdzu me lujt një instrument, babi edhe mami më kanë thonë që gëdzoj me lujt, se gjithë pata qef me lujt piano, edhe më kanë pyet atëherë pse po duhet me anis, edhe më ja kom bo pëton një jetë kom dash me anis pianon, unë 5 vjetë I kom pas, edhe tani jam shku edhe në kor, edhe kom knu gjithë tani jetën edhe dikur I kom vrejt, se din tash me knua, e ki zanin, a veç për do këtë kishe dina, nuk e di tani dikur komi më duket që për di me knu, edhe tani vazhdova shumë kështu me bo publike në për Instagram, në YouTube këta të korit më kanë qitë kështu, edhe në për koncerte, me 16 vjetë I kom pas një band, Irish Folk u kanë, edhe I kena knu kështu këngë se adin ato Jolene, Jolene, që ato sene, dhe në thonë kanë shumë interesant, edhe qëtu në Heidenheim ku jetoj është një qytet ma I vogël, ama më do këtë njerës më njohën së bet muzikës, kështu. Edhe andra jema o kanë gjithë me pa në për skenë, me pas një tur dikur, me bo këngët edhe më shëtit me krejt familjen temë. Do me thonë, nëse unë e arritë dikur, krejt kam e marrë me veti. Një ditë, Nora thot se dëshiron të bëhet një përfaqësuese denje muzikës sonë duke e prezantuar kështu Kosovën anë mban botës nëpërmjet zërit të saj unik dhe muzikës që bën. Unë menoj që sa andrat ma të mdoja duhesh me pas, edhe nëse njerëz thonë për shembull nuk janë reale, unë menoj që duhesh se nëse ki edhe ma të naltat, që është më thonë, your limits, po ambicjet, tani mundesh nashta pak ma poshtë me arrit, ama dush më koni knaq. Po, ama ke arrit nashta ma shumë që ke menu që mundesh me arrit, edhe puna është që duhesh të me besu në veten. Unë ka njerë shumë kom struggle me që sens, se jam shumë perfekcioniste në qëtu sene, edhe kur vjen për me këndu, unë gjithë jam, që është me thonë, critical me veten, e kritizoj shumë vetë, po vetë kritikuse, edhe mundohna gjithë me bo ma mirë, se di që mu e mirë me bo, ama shkon super me arrit qëtu sene, se edhe menoj në Gjermani nuk e njohën shumë Kosovën,